është të kujdesesh për ta? Një burr që dhunon një grua nuk meriton të quhet burr. 1 në 3 gra është viktimë e dhunës brenda shtëpisë së saj. Çfarë do të kesh bërë, nuk meriton të dhunohesh. Kur ajo nuk ka të bëjë vetëm me ngritjen e zërit, por dhe me aftësinë për të ulur dhe dëgjuar të tjerët. Çdo 9 sekonda një grua dhunohet. Një shtëpi ku një grua ndihet e pasigurt nuk është shtëpi. Dhe pas 4 brezash, dhuna lëgjuhet. Thyje i heshtje, denoncon një krim, shpëton një mike, shpëton një jetë. Nuk ka vënë në zemrën time për dhunë. Dashuria nuk duhet të rëndoj. Njohuritë janë fuqi, informacioni është liri, edukimi është premisa për zhvillimin e çdo familje dhe shoqëri. Mos lejo kur një burr të ngrej duart kundrejt teje. Dhuna është fjala e fundit e ignorancës. Dhuna nuk është pjesë e kulturës sime. Çdo kush ka të drejtë të ndihet i sigurt. Ngrihuni për të drejtat tuaja. Ti je e fortë. Kur mos rri heshtur kundër dhunës mbi një grua. Një hap përpara kundër dhunës ndaj grave. Nëse jo unë, atëherë kush? Nëse jo tani,